A mund të vdes në gjumë nga apnea e gjumit? Vdekjet nga apnea janë shumë të ralla, mirë po vdekjet nga problemet që shkakton apnea është të shpeshta. Po flasim për krizë hipertenzive, për dëmtim të zemrës, problemet kardiologjike parsisht. Ne kujdesemi shumë për yndyrën, kujdesemi shumë për kripen që e hajmë, kujdesim bëjmë EKG pas here, bëjmë kontrollat zemrës. Po nuk kujdesemi të trajtojmë një problematikë shumë madhe që mund të shkaktojë. Që është baza e alternativave. Domethënë, edhe na pastaj momentin të parë ne bëjmë diagnostikimin. Kur ta diagnostikojmë, pastaj vjen edhe trajtimi dhe njerëz që kanë filluar mu trajtu shpesh thojnë ka ndryshuar jeta. Ata nuk e kanë ditë sa i pushueshëm duhet mu kanë mas gjumit. Ata kanë menduar se gjithmonë kur çohet njëri çohet i latshëm, nuk e dinë që kur çohet me gjumit duhet mu kanë i pushueshëm edhe i fjallët. Sepse ka problem njerëz që na kemi pas edhe njerëz që të moshës që punojnë, kanë problem koncentrim. Thjesht nuk mundin mu koncentru në punë, kanë probleme me koncentrim, konfuzion. Pastaj problemi kognitiv janë tepër të mëdha. Harrojnë njerëz, çrregullime me memorje. Janë shumë studimet që përlidhen me Alzheimer dhe me demencë. Njerëz dhe paraqitja e hershme e demencës tek njerëz pikërisht për shkak nivelit të ulët të oksigjenit në trup. Truni i tyre vun për oksigjen me vite, saqë fillon harresa parakosh me demenca, problemet me neurologjike shumë të theksuara, që mundun më parandalu me një test dhe një trajtim adekuat.